Duhet shënojmë kthesen. Duhet ridimensionojmë rolën e grave, rolën e trive, dhe të vazhdojmë. Të ecim të sigurt drejt objektivave tona. Kilometri i fundit nuk është një kilometër i lehtë. Jo, se them që është i lehtë. Në marathon të gjithë e dinë se cila është peshja e kilometrit të fundit, por nuk ka kilometër më frymëzues se ai. Kur ke arrit aty, kur ke arrit kilometrin e fundit, bota duket e jotja. Ndaj dhe ne, në këtë kilometër, të nërmarim gjdo vendim, gjdo mas, për i përtritin e partisë. Miqtë e mi, Partia Demokratike ka qenë lokomotiv e proceseve integruese, edhe i numërum shparë, cilat kanë qenë. Prap jemi, shiko çfarë arritëm ne. Ne, edhe nga izolimi, edhe mrapa, me dritën e të vërtetës në dur, dolem që jo vetëm opinioni publik me media po dhe opinioni zyrtar ndërkombëtar të ketë një qasje realiste për Shqipërinë. Edhe unë duhet të them këtu, se ne qëndrojmë gardian, ne qëndrojmë të paposhtur në përpjekjen tonë për integrim në Shqipërisë Bashkimin Evropian. Ylli polar është integrimi evropian i Shqipërisë. Por ky integrim, në të cili një peshë të veçantë të madhe ka faktorin gjeopolitik, dhe ne e respektojmë, ajo është një realitet, është një faktor natyror. Ky integrim ne besojmë se duhet bazohet pas gjithash në merit. A kërkohet nga Shqipëria dhe vendet që duhen të integrohen kushte dhe kërkesa që cenojnë interesat e qytetarëve të këtyre vendeve? Absolutisht jo. Përkundrazi, kërkohen kushte dhe kërkesa që i bëjnë këta qytetarë më të lirë, sepse kërkohen të respektohen të drejtat e tyre, që i bëjnë këta qytetarë më të begatë, sepse kërkohet të respektohet liria ekonomike, të funksionoj ekonomia e tregut, të funksionoj ligji, respektohen drejtat e njeriut dhe minoritetet. Dhe jo me fjalë, ky kuvend mbaron sot. Dhe ju, nga ky kuvend, njerëzisht ju lutem, përveç entuziazmit para zgjithash, të merrni mesazhin e tij. Ripërtritje. Ky mesazh mbart në vete shpresën e pashur të shqiptarëve. Shpresa është forcë, forca është shpresë. Rrofshi ju, rrof Partia Demokratike, rrof Shqipëria.